Ushqimet që konsumojnë nxënësit e konvikteve dhe fëmijët në Durrës i ha korrupsioni, qysh në momentin kur bëhet tenderi. Kryetaria e Bashkisë Durrës, Emiliana Sako, krite shkujdesur në detyrë, çdo vit ja jep dhurat fondit një familjeje. Nga familja e Shemsit Sinanit nga Karbunara e Lushnjës dhe fëmijët e tij tregtar faret shëndetin nxënësve. Se shuma e paguar në dorë për të fituar tenderin në shtë madhe, zvogëlohen në racionet, konsumojnë ushqime të skaduara, furnizimet mbushen me artikuj të lirë jo të shëndetshëm. Emiliana Sako ka besim tek Shemsi Sinani dhe jep çdo vit tenderat e ushqimit të qendrës ekonomike të arsimit. Por qytetarët nuk kanë se si të jenë të sigurt me këtë marrëdhënie. Shqetësimi lind nga fakti se Shemsi Sinani ishte dënuar për korrupsion në tenderat e ushqimeve. Së fundmi, Emiliana Sako i ka dhënë Sinanit afro 1 miliard lekë për shirë të vëshën për furnizim me ushqime për vitin 2026. Ky është një tender i ndarë në 5 lote. Në lotin e parë ka marrë pjesë vetëm Argjendaci, person fizik dhe Gazazi Mit SHPK, që kanë specializim për mishin. Në 4 lotet e tjera ka marrë pjesë vetëm familja Sinani. Kompanitë e tjera, duke e ditur fituesin e paracaktuar, nuk kanë marrë mundimin të afrohen. Prokurorimi i Bashkisë Durrës me objekt loti 2, blerje Bulmede në produktet të tij, e ka fondin limit rreth 324 milion lekë pa TVSH. Tenderi është mbajtur më 27 mars 2026, vetëm një pjesëmarrës, kompaninë Sinani Trading SHPK, dhe më 29 prill është shpallur zyrtarisht fituesi. Tenderi ka merituar flamur të kuq që sinjalizon korrupsionin. Sipas tabelës së furnizimit peshës dhe rëndesës, e zën Qumshti, Kosi dhe Vezët. Ndërkaq një pjesë tjetër është prokuroruar loti 3 për blerje bukë. Kujtojmë këtu bukë gruri, thekre dhe integrale. Me fondin afro 60 milion lekë do të paguhet furnizimi i përditshëm me bukë. Tenderin e ka fituar kompania e vet me pjesëmarrëse që u paraqit 4S SHPK dhe kjo pjesë e familjes Sinani. Kështu në të njëjtën ditë është shpallur fituesi zyrtar që ka bërë ofertë gati sa fondi limit. Edhe ky tender është dekoruar me flamur korrupsioni. Po si mund të ketë mungesë konkurrence kur Durrësi ka me 10 prodhues të bukës? Këtë situatë e krijon korrupsioni i bashkisë. Prokurorimi tjetër loti 4 për blerje artikuj ushqimor kolonial, amballazhuar dhe paketuar, e ka fondin limit mbi 130 milion lekë. Në këtë tender të bën përshtypje se oferta fituese është anomalisht e ulët. Për shkak se në këtë tender është prania një kompanie të dytë, Sinani rezulton se ka dhënë një ofertë shumë të ulët. Kështu oferta e Sinanit është 85 milion lekë. Në rastin kur janë të vlefshme 2 apo më pak oferta në përputhje me nenin 93 të ligjit për prokurorimet publike, oferta vlerësohet anomalisht e ulët, kur ajo është ulur më shumë se 25% të fondit limit të përllogaritur. Nuk e dim se si e ka justifikuar këtë ofertë Sinani, ndërkohë që duhej refuzuar nga komisioni. Në këtë rast rrezikohet furnizimi me mallra pa cilësi, po ashtu vihet në dyshim realizimi i sasisë së kontraktuar, pasi çmimet e ushqimeve nuk mund të ulen kaq shumë në raport me fondin limit. Propozohet se fondi është hartuar pas sondazheve me tregun nga komisioni i tenderit. Pjesa e fundit e ushqimeve është furnizuar me tenderin loti 5, blerje fruta dhe zarzavate me fondin 236 milion lekë. Për mungesën e konkurrencës dhe ky tender është shënuar me flamurin e kuq. Shpjegojmë këtu se themeluesi i kompanive është Shemsi Sinani, i cili vjen me firmën Sinani Trading SHPK, që është akuzuar për vjedhje me tenderat. Përpara kompania i quaj MB Kurti SHPK, për pas shumë abuzimeve dhe numrit të lartë të tenderave, ndryshoi emrin në Sinani Trading SHPK për të shpëtuar drejtësisë. Gjithsesi në vitin 2018 aferat e kësaj kompanie janë zbuluar dhe pronari i saj Shemsi Sinani doli para drejtësisë. Një hetim 2 vjeçar i prokurorisë për krimet e rënda arrestoi zëvendës drejtorin e përgjithshëm të burgjeve, Ilyas Labi, dhe administratorët e 4 kompanive private, të cilët dyshoheshin se përmes një skeme korruptive fiksonin tenderat e ushqimeve që zhvillonte kjo drejtori. Procesi gjyqësor ka zgjatur afro 2 vjet, ku pas hekurave ka shkuar dhe ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve Artur Zoto, ndërsa në fund gjykata e apelit për krimet e rënda e ka shpallur atë të pafajshëm, duke dënuar zëvendësin e tij Ilyas Labi dhe administratorët e kompanive Dogël, Vllaznia, BB Kurti dhe Nelsa. Nga hetimi i prokurorisë dhe provat janë administruar. Gjatë procesit gjyqësor rezultoi se pronarët e këtyre kompanive, Elidian Laska, Ylber Kalaja, Shemsi Sinani dhe Nexhmi Balla, bënin marrëveshjen me njëri tjetrin për të paracaktuar fituesin me procedurat e denerimit të ushqimit që organizonte drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Sinani, kreu i kompanisë Sinani Trading SHPK, kishte fituar tenderin pagar dhe me probleme në dokumentacione. Asaj kohe gjykata e lartë vendosi 4 vite burg për të. Nga hetimi ka rezultuar se administratorët takoheshin me njëri tjetrin dhe binin dakord për pjesëmarrje në tender, duke shkëmbyer informacionin dhe duke përpiluar dokumentat e pjesëmarrjes në prokurorime në mënyrë të tillë që të fitonte njëri prej tyre. Sipas bisedave që ata bënin administratorët e këtyre shoqërive me në krye Shemsi Sinanin, paraprakisht përcaktonin dhe secili prej tyre do të dilte fitues në njërin prokurorim apo në secilin lot prokurorimi.
Është konstatuar se në këto prokurorime janë korruptuar zyrtarë të lartë të kësaj drejtorie, ndërsa biznesmenët janë dënuar për korrupsion aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike në bashkëpunim. Gjykata e Pendit për krime të rënda janë dëshkuar me 2 vjet dhe 6 muaj heqëlirie për Shemsi Sinanin dhe Lidian Laska, 2 vjet heqëlirie për Nexhmin Ballën dhe liri me kush për Ylber Kalan. Nuk kanë kaluar disa muaj që kompanitë e themeluara nga Ylber Kalaja dhe Nexhmi Balla si dhe një tjetër që lidhet me të afërm të Shemsi Sinanit të nisin të marrin sërish dhjetra tendera. Një pjesë të mirë të tyre kanë rezultuar fitues, madje edhe në një që ka si objekt blerja artikuj ushqimor për detyrinë e përgjithshme të burgjeve më 22 qershor 2020. Sinani është larguar formalisht duke ia lënë kompaninë të birit. Për disa vjet Sinani Trading nuk ka fituar në asnjë garë duke shndruar në heshtje. Subjekti ka vijuar normalisht të marrë pjesë në prokurorimet publike që ka zhvilluar Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, por në shumicën e rasteve nuk ka paraqitur ofertë financiare duke luajtur rolin e firmës që shton pjesëmarrje në garë. Megjithatë, dokumentat tregojnë se një tjetër kompani e cila lidhet me djalin e Shemsi Sinanit, Gjinon Sinani, rezulton duke të fituar dhjetra kontrata për shërbimin e furnizimit me ushqime duke nisur nga viti 2020. Në atë kohë shoqëria 4S ka marrë pjesë në 20 procedura dhe shpallur fituese në 15 prej tyre kundrejt një fondi prej $700.000. Pas kompanitë e familjes Sinani me seli në fshatin Garbunar të Lushnjës nuk do të ndaleshin, por do të fitonin kryesisht pagar pjesën e tyre të tortës për kontratat e ushqimit. Vetëm Sinani Trading aktualisht numëron mbi 400 tendera publik të përfituar në këtë sektor. I numër të përafërt kontratash numëron dhe kompania 4S SHPK, ndërkaq biznesi i familjes Sinani me Mirjana Sakon është konsoliduar tashmë. Por të dyja palët janë subjekte të SPAK për çështje të tjera. Burime pranë prokurorisë së posaçme bëjnë me dije se 4S SHPK ndodhet në anhetim për deklarim të dhënave fiktive, qytetmarrjes pjesë në një garë të zhvilluar nga Agjencia e Blerjeve të Përqendruara. Pjesë e dosjes ku janë arrestuar 9 zyrtarë të këtij institucioni, si të dyshuar për aferën e uniformave të policisë, ndërsa kryebashkiaka e Mirjana Sako është thirrur në SPAK për 17 maj 2024 për skandalin e inceneratorëve.